dhe është pothuaj e pamundur të gjejmë fjalët e duhura për mjeshtrin e shqipes që krijoi një univers të tërë, një herazi të njohur dhe të panjohur, të largët dhe të afërt, një simbioz e rrallë mes së kaluarës dhe të ardhmes, përmes kujtesës dhe imagjinatës. Një personazh i njërit prej romaneve të tij tragjik do të thoshte me qetësi: erdha të flas, jo të lëvdoj Ismail Kadaren, sepse Kadaren nuk ka nevojë për lavdrime. Ai ishte dhe mbetet vetë lavdia. Në jetën e tij, si në krimtarinë e tij, ai nuk kërkoi zbukurime. Ishte përbustar ndaj tyre, i qetë në vetmi, i rezervuar në publik, po për herë magjik në fjalë. Kadaren mbetet simbol i dinjitetit, i mendimit të pavarur dhe një përpjekje të jashtëzakonshme për të shpëtuar qenien shqiptare përmes letërsisë. Në mëritë e tij homerike, ai mbetej dashësi më i madh i kësaj toke. Në veprën e tij, vdekja dhe përsosmëria nuk janë të ndara, ja të shkruan për të dyja. E ndjeja të lodhje morti që po më kaplonte, prap risjellja ndërmend e epilogut të librit, në vend që të më jepte një shkas më tepër për ta pezulluar, më bëri të mendoja se po t'ishte puna për t'u përsosur, pra për ta pësuar, do t'ishte me të vërtet një fat që do ta pësoja nga kjo mrekulli. Ai epilog i kishte të dyja, përsosjen dhe vdekjen, nga që një fat i tillë e kushtozonte her pas here artin. S'mund të ishte i përsosur pa qenë i mbaruar.